Pas polemikave që pasuan El Clasicon, një tjetër shqetësim po godet Lamine Yamal. Talenti 17 vjeçar i Barcelonës po vuan nga pubalgjia, një problem muskulor që po ndikon ndjeshëm në performancën e tij. Simptomat e para u shfaqën që në shtator, kur Yamal qëndroi jashtë fushave për 21 ditë. Pas një periudhe përmirësimi, shqetësimet janë rikthyer sërish, duke detyruar të mungojnë në Sevilles dhe të mos grumbullohet me kombëtaren spanjolle. Në 5 ndeshjet e fundit, Yamal ka realizuar vetëm 1 gol dhe ka dhënë 2 asiste, duke luajtur 351 minuta. Mjeku sportiv Pedro Ripoll ka shpjeguar natyrën e problemit. Pubalgjia nuk pengon Lamine Yamal të luajë, por e largon nga versioni i tij më i mirë. Ai del në fushë për nuk vetvetja. Ky dëmtim prek sinusin publik ku ndodhe përplasja mes muskujve aduktor dhe atyre abdominal, duke bërë lojtarin më të ngadalë, më pak eksploziv dhe më pak siguri në gjuajtje. Ekspertët paralajmërojnë se situata mund të përkeqësohet gjatë muajve të dimrit për shkak të lagështirës dhe rreshitjeve të fushave që mund të shtojnë dhimbjet. Në disa raste pubalgjia shoqërohet dhe me hernjën e sportistit, që mund të kërkojë ndërhyrje kirurgjikale.